Përshëndetje të dashur miqtë e mi, jam nga qyteti i Shkupit, në fakt jam në qendër të qytetit, edhe nuk do ta kisha lënë pa komentuar pak situatën që sonte do të ndodhen në shtëpinë e Big Brother. Do të flas për Edin. Edi Kuçi sonte do ta dëgjon për herë të parë se çfarë ka folur Dolce në Grande Fratello, çfarë ka thënë në Grande Fratello dhe si e ka jetuar kohën atje. Në fakt Edi që mbrëm ka nisur në një dyshim dhe unë mendoj në fakt që kjo është një skenari i produksionit, do të thoni pse, sepse është një situatë shumë e stisur. Do të thënë ai që mbrëm ka nisur në një dyshim, ka ngritur dyshimet e tija, të gjithë janë në pikpyetje se çfarë po ndodh me lidhjen e dashurisë së tij dhe Dolces. A do të ketë një ndarje apo jo, por mendoj që duke njohur dhe natyrën dhe karakterin e Edit, besoj që informacioni që do të jepet, që në fakt produksioni këtë informacionin e jep për të krijuar dinamikën për klikimet e famshme, mendoj informacioni që do të jepet do ndryshojë rrjedhojën e marrëdhënies brenda shtëpisë së Big Brotherit mes Dolces edhe mes Edit. Pyetja është kjo nga ana e produksionit, si do ta përjetojë Edi, normalisht do ta përjetojë shumë keq, sepse do të merr një informacion i cili nuk është i duhur për të dhe mvaret në çfarë konotacioni Dolce e ka thënë, por Edi e ndjen që do të thënë Dolce është ftohur dhe ka më së shumti vëmendjen edhe sytë tek Klodiani. Si mendoni se do ndodhen situata? Është Edi i përdorur nga ana e produksionit?